me kthy motive në popullasë e rinis, me kthy, jo njerëz kanë me të 13 shtëpi, 12 shtëpi, s'ka kur gjë atje, jo s'ka kur. Jeta e Jezerës është mas pore është histori, e dyta është krenari, e treta është e relief që knaqesh. Këto sejnë janë që... Ajo kishe preferu gjithve për më me vizitu? Po Jezerës është për vizitor. I ka istikomit e luftës, që është krenari me i parë, i ka trashëgiminë, e ka një kala që është Iliro-Bizantine. Ilirët e kanë fillu, Bizantët e kanë përfundu, tash është rënu, po janë themelët. Ajo është kala shumë e vjetër që ka komuniku me kalarën e Nëvëbërtës, tash Artana, dhe të Goleshit. Shumë interesant, pas luve kanë ardhur 2 arkeolog austriak, ata është në dokumente dhe të botnore, është si trashëgimi, dhe ata ka thonë, kjo e ka një kanal nëntoksor. Atëherë do thotë e ka në të lumin e vogla në mrapa, do thotë banorët e hershëm migja jone ka ditën, e ka thonën, kanal 5 e ku dhe me hinë nën tokë më shku me mushu në reka atje. Se që kanë luftu me vale me ato, do thotë ajo është e shënum, do thotë kanalën e kanë të resum që e ka kanal nëntoksor. Dorsa e ka i varën në fshatit, është klima, është në arësie më 1400 metra, e ka një fenomen këtu të veçantë, nyja hidrografike, po thëmë, borimet e kudrës e zeshtë, të suka dërmonit, një pjesë dherë në detin Adriatik, një pjesë shkon në detin e Zi dhe një pjesë në detin e Gje. Do të ujtë e Jezerësit, borimet e Jezerës shkojnë në 3 drejtim kur zbashkuar. Veqa bifurkacion, kjo fenomen i veçantë në botë. Këto sejnë janë shumë të rëndësishme, dojnë pak investim, po dojnë ma shumë propagandë. Propagandë pozitive, jo negative, me bojnë se ato vizitorët, bota me pas këto, a di që ka banë këtë farë relevi, me bojnë një staza, se me po, ku është, cëli ujë shkon detin e Adriatik, cëli në detin e Zi, cëli në Gje, do thëtë një stazë komësërsh me bojnë, një parking, ajo është për vizitorë, edhe klima është e veçantë, edhe në krasi që me pas në tokën tonë, mësë me ditë me shëzua. Kjo është e keqja e jonë. Qashtu është. Në atë koha, mundesh më nga të regu, cilat, për shembull ti që ki kry fakultetin edhe ki pas vështirësi, a ka pas rast që dikush ka thonë, mjafton deri këtu se nuk janë kushtet e mjaftueshme për me vazhdu? Është dallimi më për atë kohë, se na katonar të dosh me kry fakultet, po tham katonar, se fshatar, po tham katonar, kështu, se emën tradicional është, u dosh me kry fakultet se s'ki mujt me hinë punë ryshe. Pjesa dërmuese gjimnazisë që kryja ata më njëherë punësu, që kanë qenë qytet ata më njëherë punësu në Ferizën, në fabrika, ka pas plot punësime. Ata s'kanë vazhduar se e kanë gjetë punë me shkollë mesme, ndërsa na Jezersalit e plot fshatë dash me kry fakultet, po është krenari se na kemi ditë çka të bëjmë. Me kry një fakultet është kontribut për të ardhmen e vendit tanë, të familjes, të shoqënisë, të rreth edhe të shtetit tash. E vërtet. Cili kishte qenë mesazhi yt për rinin sot? Çka ju kishte thonë rinis që më pas ata si një këshill prej anës tënde? Rinia do të më kthyen traditës, jo traditës, nuk tham traditës me vesh tirë që e gjurdia e plisat bardhë, po më kthy me dasht. Na e festojmë, e kemi një manifestim dita plisit, e mbajmë një herë në vetë, herë 2 herë në vetë në përkun, jam pjesë ati manifestimi. Një herë me një qofë manifestim, qofë për bajam që thojmë na, qofë për një fest tjetër, sukur tash në stadion këtë plisat e bardhë, me qenë një ditë plisën e bardhë me dasht edhe rinia, sa është e jona. Edhe kur ta dush edhe tjertë dojnë, të kurse dënë tonën, edhe veshtë edhe këmë thonë, një lahut, çdo shqiptar do të me pas varë në vend në salana, se tash o gjak s'ka, po do të me pas të gjak, po në salan do të me pas një lahut. Sa më tradicional, nëse te e hup, ta marrë të tjerët. Plisën e barë, nëse na se bojmë, dikush ka me thonë është i imi, se ajo vlerën ta merë gjithkush. Nëse ti se ja kthe shpinën, ta merë gjithkush. Rinia do të me dash mas pare vetë vetën, kumbin e vetë, venën e vetë, jo më lakmu tash në Gjermani është mirë, o Gjermani është mirë, është për Gjermanët, jo për neve. Se atje... që duhet me investu ma shumë vendin e vetë. Atë ku të shkoj që është asimilosh, do thë ki mu shdu, e jem një shkojnë si nazmi për thamë, po masanes ki me pas nazmi, se shdu kush me ka krejt. Në vend tonë je nazmi e trashëguan nazmin, e
trashëgimtarët e to, ki mundësi me bo historinë para arsit, pas arsit, me lonë trashëgimi, me lonë kulturë, me lonë punë, me lonë vepra. Me lonë vepra. Secili ri tash ka kry një fakultet. Na i përqen janë me fakultet tash, me bachelor, master. Sot është ma e vështirë me u punësu, kur po je me fakultet, se sa në atë kohën e juj. Cili është mendimi jot për këtë rast, për shemb? Po është që tash shteti është i ri. Na thojmë 20 vjet, po 20 vjet për shtet janë pak. 20 vjet janë pak se shtetet kanë 200 vjet që janë bon tash me gjetë punë. Na thojmë a shteti nuk mund çdo gjë me bon. Po kur e kryni një fakultet, ti do të trunin tanë me angazhu, me kriju diçka për punësim, qoftë për kulturë, qoftë për krijimtari, qoftë për ato, se nëse trunin veç, se nëse e ke kry veç formalisht, përmet ti tash duhet me palu paketa, se s'ki bon shkollim. Se janë me masterë të palu paketa në për markete. Po nashta kanë insistu ka raste plot për shemb. Po ta tregoj rastin e Sas Savelis, profesor doktor. A keni për ta? Po. Ai sistemin e delegimit, atëherë kur ka doktoru me sistemin e delegimit. A sistem e ka shpik vetë. E ka apliku në Kosovë, në atëherë në krahinën e Kosovës, për 2 vjet e ka testu qysh funksionon. Dhe pas ti e ka morë këtë Jugoslavia, thotë, që janë shpeks, që janë studim. Sistemi delegimit në Jugoslavia, dhe thotë, është pjell e trunit profesor doktor Sas Savelis, që kom pas profesor me vlerat veçanta. Këtu është aje, për kryin masterë, po do të me dhonë diçka. Do të me dhonë diçka për vejnë tanë, jo, e kom kryu dhe me prit, s'pa ma gjonë punë komunë sa gjonë, do të me dhonë te, pe trunit tanë me dhonë. Unë jam rapsat, 500 kohë i kam të mësu me pe të tjere, po dikun 100 kohë i kom bo të mjetë, jam kryus, e kom bo një liber, jam të bo dytën, e kom bo një roman, e kom përfundua, ta që kam e shtina për reglazhe, për tham lektore. Sa vështirë ka qenë për ty për me shkru atë roman? Romani është ide. Do të me ditë sënim për shka jetë e bo. Po tham drejt e ku pas një roman edhe matë mirë. Po mendon me shkru hala? Po, tashti jam pensionu, nuk kam shka baj, veç me knu sa të po në zonë dhe do të me lonë me shkrua. Krijimtaria s'ka skaj. Nuk ka kufizume. Ja kum nis me kong, tash se kum ditë që baj roman, po që e bona. E ku pas bo një roman, te në gjënës kum rrijen, atëherë në zyre punoj që kum pëtja se s'kum pas temin, rëfeja, gjuti, na i dërë që kejtë kum pëtja të mu djeg, ai roman këtë, mosë në kum barë në veti, mu kursin ja kum nis. Shko interesant edhe që ta, kur i kum kry një 40 faqe, për një ditë, 2 ditë e 2 gjës nota, u lodha notën e fundit, qash u lodha, thash hajt talon. Dhe hëtë kursori nuk ka shku atë ruje, po ka shku dillete. S'po du me rujt,